sigurisht reflektohet tek mediat, të cilat kanë filluar të vinë në Shqipëri, të shkruajnë për Shqipërinë, të tregojnë se si një narkoshtet është në zemrën e Europës dhe po favorizohet nga liderët e Bashkimit Evropian, po flasim me të njëjtën gjuhë që flasim ne për qeverinë tonë. Pasi kanë kuptuar që rreziku që prodhon një qeverisje e tillë nuk mund të mos kërcënojë Europën dhe nuk mund të mos dalë jashtë kufive. Sot kur flasim për bandat shqiptare, për krimin organizuar shqiptar, që kontrollon trafikun e narkotikëve të fortë në Europë, është krim i eksportuar, pasi ka ngritur bazën në Shqipëri, ka hedhur rrënjën në Shqipëri. Mund të prodhojë dhe të pastrojë paratë e veta në Shqipëri. Ka lehtësinë shumë të madhe për të kaluar kufit dhe për të bërë shumë i fuqishëm për të bërë ura kryesore mes Amerikës Latine, krimit të Amerikës Latine dhe Bashkimit Evropian. Kështu që ne jemi sot në fazën, pjesën optimiste të çështjes, kur të paktën media ndërkombëtare, media kryesore, ne pam Arte TV për shembull, që është televizion franko-gjerman shumë i fuqishëm, që përfaqëson praktikisht një zërin kryesor të Bashkimit Evropian, që bëri një reportazh me titullin që toleron në Europa një narkoshtet në gjirin e saj, apo jo? Kemi pasur Frankfurter Allgemeine Zeitung, kemi pasur Le Monde, kemi pasur gjithë mediat kryesore europiane, ka një shtim të madh të artikujve. ZDF etj. Që kanë shkruar për një narkoshtet, për një shtet kriminal dhe për një ekonomi kriminale.